Kosova u përfaqësua për herë të parë si shtet në konkursin e bukurisë Miss Universi që u zhvillua këtë vit në Vietnam. Pjesëmarrja e Miss Kosovës në këtë spektakël, Zana Krasniqi, kalon caqet e një konkursi bukurie. Mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga Vietnami rrezikoi pjesëmarrjen e Zanës në konkurs, por fal kënguljes së fotografit Fadil Berisha dhe mbështetjes së organizatorëve të spektaklit, Miss Kosova arriti të jetë pjesëmarrëse dhe madje të rënditet ndër 10 vajzat më të bukura të konkursit. Kolegja Mirela Milori ka përgatitur materialin në vazhdim. Quhet Zana Krasniqi, është 19 vjeç dhe është renditur mes 10 më të bukurave të Miss Universit, spektakël që këtë vit u organizua në Vietnam. Ndjet krenare dhe mjaft e motivuar pas arritjes së këtij momenti. Kaluat pak peripeci për të arritur për të ngjitur në skenën e Vietnamit, megjithatë duket se ka vlerëtur gjithë ai kalvari vështirë, pasi ju e prezantuat mjaft mirë bukurinë shqiptare dhe bukurinë kosovare. Unë do doja tani nëse është e mundur të përjetoje atë momentin dhe të na jepja atë momentin kur drejtuesit e spektaklit thanë se Kosova dhe Zana Krasniqi, përfaqësuesja e bukurisë kosovare, renditet ndër 10 më të bukurat të universit. Dua të më thuash se si u ndjeva në ato momente. Sa mërmenja që më një njësoj. Dush me thonë të njëjtin sem për më një njësoj. Në fakt, ata Kosovën e thirshin pak ma ndryshe. Kosova, nuk e di qysh. Edhe për një moment të patanol, me këqyr, me menu, a është të vërtet që pëthot Kosova, edhe nuk e di. Më me thonë që nuk e di që jam një, e di që jam konë shumë e emocionume, edhe e di që pata dalë shumë shlirë, pak më ftyrën vrehet që jam e emocionume, po nuk më i bashkë me kujtu mirë emocionin kryesor. Fadil Berisha, një emër i njohur i biznesit të modës këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rrëfen përpjekjet që u kaluan për të bërë të mundur prezantimin e Miss Kosovës në Miss Universi 2008. Sa e vështirë ishte që vajza pikërisht Zana Krasniqi të arrinte të përfaqësonte Kosovën në skenën e Vietnamit? Problemi ishte se në vërtet nuk e vështirë në fillim, se kur e pranoi presidentja Miss University Paula Shugar, e pranoi Kosovën si shtet në Miss Universe, por mas një kohë një problem se ishte në Vietnam si vjet, edhe problemi ishte se nuk e kishin njohur të pavarësinë e Kosovës, edhe patëm sa probleme shumë, domethënë se në fillim, si u mërzitë më shumë, se gati nuk mujti më marr pjesë, sepse thirr Vietnami Miss Universe i thotë se nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, edhe nuk ka mundësi. Pastaj nisën këto problemet, edhe tjerë dhe sa avokatas janë të si njohim, edhe pyetëm për këtë pyetje, thanë vërtet ata mund ta bëjnë se nuk është Vietnami, është Amerikës. Pastaj për fat nuk e pranon pasaportën e anmikut, por për fat e pat pasaportën duhet citizenship edhe të Shqipërisë kjo, edhe me këta na dhanë vizën për Vietnam, edhe kështu ke problemet të fillimit, domethënë. Si profesionist në këtë fushë, jeni optimist për pjesëmarrjen e bukurisë shqiptare vërtet në fushën e modës, jo vetëm në konkurse vërtet prestigjioze, por dhe në fushën e modës, pra të jenë përfaqësuese të denja dhe për të ecur pse jo dhe në pasarela prestigjioze? Patjetër. Tash kemi brenda një muajve kemi dhe Ford Supermodel of the World në Shqipëri në Kosovë. Kosova është 2 vit, Shqipëria ka 3-4 vit besoj. Megjithëse unë kam marrë pavarësinë e Kosovës përpara tjerëve, se që 2 vit është pranuar si shtet Ford Supermodel of the World. Edhe kjo është treti vit që po ndodh për Kosovën. Patjetër kemi modele plot për ditë po dalin. Pjesëmarrja e miseve kosovare do të vazhdojë edhe në të ardhmen nëpër konkurse bukurie. Ndoshta emrat e miseve pjesëmarrëse mund të mos kujtohen apo të harrohen nëpër faqet zyrtare të konkurseve të bukurisë, por ajo që do të mbahet mend gjatë për kosovare do të jetë pikërisht Zana e Kosovës, e para që përfaqësoi shtetin e saj të ri në një skenë, duke renditur me bukurinë e saj ndër 10 vendet me vajzat më të bukura në univers. Kur kom fitu në Miss Kosova, qatë na që kom fitu, kom thonë kom e përfaqësu Kosovën denjësisht. Edhe jam konë shumë e lumtur në momentin kur jam këtu në Kosovë dhe krejt kosovarët kupton shumë më thonë halal të kovë se e ki përfaqësu Kosovën denjësisht, çush ke thonë.